Ishte njëherë një histori në mes dy komshinjeve në një fshat të vogël. قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Njëri ishte besimtar. Ai veprante dhe bënte punë të mira, falte namazin, punonte rreth shtëpisë së tij dhe çdo punë të cilën e kryente me emër të Allah fuqiplot dhe respektonte fëmijët e tij. Dërsa për dallim nga ai, komshiu i tij ishte krejt ndryshe. Ai u tallte me fenë e Allahut të lartësuar. Nuk respektonte komshiun e tij dhe komshinjët në përgjithësi. Dhe një ditë, duke kaluar aty pari nga komshiu i tij, e pa duke punuar, si e kujshia u lodhe. Mirë, elhamdulillah, kujshi, si e ti? Mirë, komshi, kur po kaloj kënej pari, po të shot të punu, po edhe po të shot duke bo me mimik, me gojdi qka po thu, po sun po të kuptaj qka po thu. Ashtë të vërtejt kujshi, unë e përmendi Allahun, thamë subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dhe dërgoj salavate për Muhammedin a.s. Nga se kush dërgon salavate për pejgamberin a.s. Allahu do të ruan atë person që asnjë njeri të mos ja marrë fytyrën atij. Edhe qëtoj të besua, pa dyshim kujshi. Mirë kujshive që ose mundo vetën shumë se mund të lodhësh. Ditën e mirë kujshi, ditën e mirë. Dhe komshiu një ditë shkoi tek shtëpia e tij dhe i trokiti në xham. Përshëndetje. Kujshi, e kam një udhtim që kam për ta kryer dhe kam një unaz me vete që e mbaj vazhdimisht, po s'un po e lo as në shtëpi, po as ta marr me vete se po kam frikë që më rrezikohet dhe nuk kam njeri më të besueshëm se ti. A mund ta latë ti? Patjetër kujshi. Me lejen e Allahut këtu do ta gjesh. Kalofsh mirë, faleminderit. Ditën e mirë. Hyn besimtari brenda dhe komshiu i tij e shikon se ku e la. A thua çfarë planifikoj kë? Dhe të nesërmen komshiu del nga shtëpia e tij dhe komshiu e shikon qërsa po del dhe tinëzisht afrohet drejt shtëpisë së tij. Hyrin brenda shtëpisë së tij, e morri unazën të cilin i Allah për ta ruajtur. Sa çudi. Besimtari fal namazin, e adhuron Allahun e lartësuar, i përkullet dhe i nashtrohet vetëm atij. Me një rahati dhe në një mbështetje në të plotfuqishmin, vazhdon rrugtimin e tij dhe laçontën e tij, përgatit mjetet e tij për të peshkuar. Dhe fillon peshkimin, duke peshkuar dhe duke medituar dhe duke pritur
cilët e morë rrezikun e tij. Dhe në mbrëmje erdhi komshiu i tij, i trokit në derë, dhe besimtari delën. Ja hap derën dhe i thot: "Përshëndetje kujshi, urdhëra. Jo kujshi vetëm erdha ta marr unazën, sepse mu ka anulu udhëtimi dhe më mirë erdha ta marr. Mirë kujshi, por darka është gati fillimisht, e jam branda, pastaj edhe e marr unazën." Po në rregull kujshi. Hyn brenda kujshiu. Peshku ishte gati, e servon dhe ujin. Dhe duke dashur ta prej peshkun, komshiu thot: "Ndal, nëse ke mundësi një herë ta mas sjellësh unazën." "Po mirë, sepse unë e prej peshkun." "Në rregull." Kur shkon komshiu besimtar ta shoh unazën, nuk e ka aty. Dhe komshiu i tij duke prer peshkun. Dhe çfarë ndodh? Në barkun e peshkut është unaza e tij, të cilën ky ja morri. Dhe sa çuditet me një habi, e shikon unazën e tij në dorë, dhe vjen komshiu i tij besimtar dhe i thot: "Çfarë ndodhi? Pse unaza në dorën tënde?" "Ti madhe për ta ruajtur." "Komshi, tërë këtë unë e kam përgatitur vetëm për ta marrë fytyrën ty. Dhe kjo ka ndodhur kështu. Një ditë, pasi ta dash unazën, shkova dhe ta morra. E morra unazën dhe vendosa që ta humb pavarësisht të vlerës së tij, vetëm që ta marr fytyrën ty. E gjujta unazën në lum për mos ta gjetur kurrë. Mirë po nuk ndodhi ashtu, nga se Allahu nuk ta morë fytyrën ty. Dhe dëshmoj që s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguari i tij.